Të nderuar nxënës, nga lënda e matematikës, klasa e 7, unë arsimtari Qemaledin Emiri nga shkolla fillore Liria, dhe të marrim një njësi mësimare të re për përcaktimin e këndeve transversale. Të caktojmë qëllimet e orës, do të mësojmë pra llojet e këndeve transversale, si llogaritën pra këndet transversale, lidhshmëria e tyre dhe vetit, dhe e fundit pra çka do të ndodhë pra në qoftë se transversale ose prerëse është drejtësi normale me drejtat paralele. Mirë është të keni përpara vete pra librat dhe fletorat për me mund me bashkënime të ndryshme që gjatë orës mësimore do t'i shpalosim në formë interaktive detyra të caktuara. Në të prerjes së drejtave paralele me një prerëse ose transversale formohen si thamë edhe orën e kaluar 8 kënde. Hajde shohim edhe një herë pra kënde paralele të cilët pritet me një drejtë, me një prerëse ose ndryshe quhet transversale. Fiton këndi i parë, që është këndi i ngushtë, edhe një kënd tjetër, që është pak më i gjerë, andaj këndi tjetër, e ashtu me radhë, dhe të shohim me numra, ti e mërtojmë pra, këndi 1, këndi 2, këndi 3, këndi 4. Po ashtu edhe grupi poshtë, këndi 5, këndi 6, këndi 7, edhe këndi 8. Në fillim, këndet transversale do t'i ndajmë në dy grupe, me këndet të jashtme dhe këndet të brendshme. Cilat janë ato, do t'i shpalasim pra, me vizatim, me duke i ngjyrosur këndet. Pra si që shihni këndi 1 edhe këndi 2, pra janë të jashtme, por edhe këndi 7 edhe këndi 8. Çfarë mendoni pra këndet e brendshme, cilët do të ishin? Normalisht, do t'i zbuloni shumë shpejt pra, se bëhet fjalë për këndin 3, këndin 4, këndin 5 dhe këndin 6. Pra, shënoni në fletore, cilat janë këndet e jashtme dhe cilat janë këndet e brendshme, duke vizatuar edhe vizatimin nga ekrani juaj. Vazhdojmë me të tjerë. Këndet transversale, përveç këtyre të jashtme dhe të brendshme, pra kemi edhe disa lloje kënde tjera, të cilën me specifika të veta, me veti të veta, emërtohen me forma të ndryshme. Në fillim, do të përmendim këndet përgjegjëse. Çka dallojnë këta prej të tjera? Ta ngjyrosim këndin me numër 1, pastaj 2 si herë me radhë, 3, 4, edhe unë ngjyros edhe 5. Si që shihni pra, këta dy lloj këndesh kanë një specifik të vetën, një veti të vetën, se njëri është i jashtëm, kurse tjetri është i brendshëm. Por të dy janë të njëjtës anë të transversales. 5, këndi 7 dhe këndi 8. E tash, këndet përgjegjëse ka edhe këndet e tjera, përveç 1 dhe 5, 4 edhe 8. Këndet 3 edhe 7. Pra, cilët do të ishin pra në vend të pra, sigurisht do t'i zbuloni vetë pra shumë shpejt, 2 dhe 6, 3 edhe
shtatë, sikur që është në vizatim. Do të cekim edhe një veti të posaçme pra të këndeve përgjegjëse, se kënde përgjegjëse janë të barabarta. Të dyjat janë të ngushta pra, për të vërtetuar sa janë të barabarta ose jo, merrni këndmans edhe kur ta vizatoni pra vizatimin të tillë, matni këndin 1, këndin 5, këndin 3, këndin 7, këndin 2 dhe këndin 6 janë të gjerë, po ashtu edhe këndi 4 dhe këndi 8 janë të gjerë. Vazhdojmë të tjerë. Etësh, lloji tjetër i këndeve transversale bëjmë pjesë edhe këndet e kundërta. Do ta vizatojmë pra vizatimin, do t'i ndajmë pra të shohim çfarë veti kanë këto këndet e kundërta. Nga vizatimi varejmë pra se këndet e kundërta, që janë ato këndet, pra vetia e tyre është se është njeri jashtë, të dyjat janë të jashtë. Edhe njëshi edhe teqi janë këndet të jashtme. Por edhe të dy i takojnë të njëjtës anë të transversales. Të shohim edhe këndet tjera. Pra njëshi edhe teqi është katërshi edhe pesa. Është dyshi edhe shtata, është treshi edhe 6. Do të përmendim se këndet e kundërta, si që shifmë pra nga vizatimi, dallojnë në 2 grupe po ashtu. Këndet e kundërta pra të jashtëm, si që është njëshi edhe teqi, dhe këndet e kundërta të brendshëm, që është katërshi edhe pesa. Tjetër pra, është pra dyshi me shtatën dhe treshi me këndin 6. Edhe një veti e rëndësishme e këtyre këndeve të kundërta është se shuma e tyre është 180 shkallë, ose suplementare. Pra, njëshi plus 8 është 180 shkallë, por edhe 4 plus 5 është 180 shkallë. Vazhdojmë ato tjerë. Kemi edhe një lloj kënde tjera për të cilët quhen pra kënde alternative të transversales. Edhe këndet alternative ndahen në këndet e jashtme dhe këndet e brendshme. Do ta vizatojmë vizatimin që të shohim si dallojnë nga të tjerat. Siç varet nga figura pra këta kënde alternative pra është njeri është i jashtë, të dyjet janë të jashtë, por njeri është anës së majtë, kurse tjetri është anës së djathtë. Këto janë të jashtë alternative. Njëshi, dyshi, këndi 3, këndi 4, këndi 5, këndi 6, këndi 7, këndi 8. Pra, si që shifni, këndi 1 dhe këndi 7 janë kënde alternative dhe janë të jashtë. Këndi 4 dhe këndi 6, këndi 4, këndi 5, këndi 6, këndi 7, këndi 8. Pra, si që shifni, këndi 1 dhe këndi 7 janë kënde alternative dhe janë të jashtë. Këndi 4 dhe këndi 6, edhe këta dy kanë të njëjtën veti, njëri është i anës së djathtë, tjetri janë anës së majtë, pra, por të dyjat janë të brendshëm. Dhe këta tash quhen pra kënde alternative të brendshëm. Hajde të shohim tjera tash kënde cilat mund të jenë. Do t'i zbulojmë pra së bashku. Për pak sekonda, pra ju për njëherë do t'i caktoni cilat janë kënde alternative. Pra, dyshi edhe
tehdä. Trece edhe 5. Po ashtu edhe këndet alternative janë të barabarta mes vete.